Në 5 bashki të vendit 13 kandidat garuan për të marrë drejtimin e tyre. Në Vlorë, Berat, Mat, Sërik dhe Tepelen nga 334.000 qytetarë me të drejtë vote. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri në orën 18, vetëm 50.469 qytetarë ushtruan të drejtën e tyre për të votuar, ose 18.45% e zgjedhësve. Kjo është pjesëmarrja më e ulët duke dëshmuar shenjë të konsumit të sistemit politik në vendin tonë. Të dhënat e raportuara tregojnë qartë se pjesëmarrja në votime mbetet e lidhur ngushtë me moshën, duke konfirmuar se sa më e madhe të jetë ajo, aq më e lartë është gjasa që qytetarët të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Në të gjitha rastet analizuara nga Berati, Tepelena, Vlora, Mati dhe Cëriku, grup moshat më të moshuara dominojnë qartësisht, ndërsa të rinjt vazhdojnë të tregojnë indiferencë të theksuar ndaj kutive të votimit. Në Berat përqindja më e lartë e pjesëmarrjes i takon grup moshës mbi 65 vjeç me 29.26%, ndjekur nga ajo 55 deri në 64 vjeç me pjesëmarrjen e 26.62%. Ndërkohë të rinjt nga 18 deri në 24 vjeç rënditen të fundit me vetëm 11.86%. Një tendencë e ngjashme vret edhe në Tepelen, ku përqindjet janë shumë më të larta në përgjithësi, por me të njëjtin raport mes brezave. Pjesëmarrja për grup moshën 65 vjeç e lartë arrin në 51.71%, për grup moshën 55 deri në 64 vjeç arrin në 46.21%, ndërsa më të rinj nën 34 vjeç nuk kalon 25%. Në Vlorë, ku pjesëmarrja e përgjithshme është më e ulët, tabloja mbetet e njëjtë. Grup mosha mbi 65 vjeç ka 18.57%, pasuar nga grup mosha 55 deri në 64 vjeç me 16.77%, ndërsa tek të rinjt përfshirja bie ndjeshëm, duke zbritur në vetëm 7.87% për mosha 18 deri në 24 vjeç dhe 8.36% për 25 deri në 34 vjeç. Këto shifra tregojnë se edhe në zonat e mëdha urbane brezi i ri mbetet më pak i pranishëm në proceset demokratike. Në tërësi, të dhënat nga të gjitha bashkitë nxjerrin në pa një hendek të qëndrueshëm mes brezave. Pjesëmarrja rritet dukshëm